shifti, rrjedhshtohen 6 dishmitar të rrenë, nga të gjitha viset shqiptare, 6 turpe kombëtare, për të mbrojtur një organizatë kriminale, se edhe ai që i thon aty është antar i organizatës kriminale. Po, ai Sokol Balluku. Ndaj dhe nuk mund ta kaloja kështu të formë. Çështja tjetër që duhet të sjell këtu është çështja e klubit Dinamo. Klubi Dinamo, pasi i morën 75.000 metër katror tokë, ja plaçkitën. E transferuar në Durrës për Ergys Agasi City. Klubin Dinamo e kishte më parë një Paskuçi. Paskuçi, mos gaboj, është një tregtar kafeja, ose diçka kësaj natyre. Tregtar i vjetër kafeja. Këti, në mënyrat që din vetë këta, e detyruan të shes aksionet. Po kush janë blerësit e aksioneve? Ergys Agasi dhe Soto Junior. Por de facto është Ergys Agasi. Dhe pas kësaj vjen Agasi Manchester City. Pas kësaj vjen Agasi Akademia e Futbollit. Pra shikoni, se si kreu i Meduzës, se si kreu i organizatës kriminale, akaparoi 2 klubet e mëdha sportive të vendit. Me Olsin, klubin Partizani, që lajnë para nga mëngjesi darkë, me Ergysin, klubin Dinamo, Manchester City. I bëj thirrje Federatës Ndërkombëtare të Futbollit të normal një hetim urgjent ndërkombëtar për çmontimin e këtyre strukturave super mafioze që kanë pushtuar 2 klube prestigjioze me histori të pamohueshme në futbollin shqiptar dhe që përdoren në funksion të interesave strikt mafioze të familjes Rama, të familjes Edi Ramës. Këtu janë të gjitha dokumentat e të gjitha këtyre transaksioneve dhe veprimeve. Në çdo hap, shkelje ligjore dhe mafioze, për të cilat sigurisht do paraqiten para organeve të drejtësisë, por hetimi ndërkombëtar është i domosdoshëm. I domosdoshëm. Klubi Dinamo është një pasuri e madhe dhe klubi Partizani janë vetvete pasurira kombëtare. Shfrytëzohen nga Olsi dhe Agasi. Rasti është kjo që familja Rama ka shtërë në dorë të 2 klubet, thoni ju? Jo.
aty lahen parat e drogës. Në të dyja. Aty janë ktheprat e mafjes mbi bastet, sportive dhe bastet tjera. Dënoj këtë vërtari kriminale të familjes Rama dhe tentakulave të saj. Komisionera për zgjerimin Marta Kos bëri një deklaratë lidhur me çështjen Ballukun në Shqipëri, ku tha se Brukseli po monitoron këtë çështje që është në hetim, por gjeti si problem pranimin që shoqëria shqiptare i bën korrupsionit. Keni një përgjigje për zonjën Kos? Faleminderit. Deklarata e komisioneres Marta Kos, një ditë pasi partia e saj fitoi zgjedhjet në Sloveni dhe si s'foli gjerdje, është një deklaratë e mirëfillt, raciste dhe korruptive. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion politik apo korrupsion monetar, kjo është çështje e institucioneve të hetimit të Bashkimit Evropian. Por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Kaq kam për këtë koment. A keni një koment në lidhje me debatet e brendshme të socialistëve, të cilët u bën dje publike përmes replikave në distancë të Spiro Palit dhe Ballës? Debati im është ky, komenti im është ky. Eliza kërkon qiqra në hell. Eliza kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo është shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elizës. Kërkon debat të hapur për Lubin dhe ja kërkon taos. Ja kërkon taos debatin. Në kohë që e din që Skënderbuçi i saj është kryekput, është të themi lubia me pantallona. E ka shumë të qartë. Ky është komenti. Daniela Maloku, Report TV. 2 ditë më parë nga Partia Demokratike ka dalë një vendim që përjashton nga grupi i këshilltarëve të Bashkisë së Durrësit, nga grupi i Partisë Demokratike të këshilltarëve të Bashkisë në Bashkinë e Durrësit, 2 emra, Dritan Burgian dhe Arlind Boshkun. Sipas reagimeve që këta 2 emra kanë patur në rrjetet sociale, përjashtimi lidhet me një drek që ato kanë patur me Ervin Salianjin apo me mbështetjen tashmë publike që i kanë dhënë atij. Në një reagim tjetër, Partia Demokratike dje sqaroi se bëhet fjalë për shkelje që këta 2 emra kanë bërë duke dëmtuar interesat politike të Partisë Demokratike. A lidhet përjashtimi i tyre me mbështetjen ndaj Salianjit dhe a do të kenë të njëjtin fat të gjithë ata që kanë dalë publikisht në mbështetje të tij, dhe nëse nuk është kjo arsyeja, cilat janë veprimet konkrete që ata kanë bërë, apo lidhjet konkrete që ata kanë patur për fitimet e ndryshme që këta emra kanë patur, që ka sjell edhe përjashtimin e tyre. Faleminderit. Spari, më do të them se këtu para jush, në mënyrë të përsëritur, por edhe para antarësisë së partisë në Durrës. Këta 2 zotëri janë denoncuar nga Sali Berisha për
qëndrimet e tyre antistatutore gjatë fushatës elektorale dhe qëndrimet si këshilltar të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit. Njëri kryetar, tjetri këshilltar. Pra, ata që pretendojnë se janë ndëshkuar për fjalët, për mendimet, ata mashtrojnë veten dhe mashtrojnë të tjerët. Në mënyrë absolute jo. Por ata të cilët ngatrojnë fjalët dhe mendimet, të cilat në këtë parti kanë qenë dhe do mbeten gjithmonë të lira, me qëndrimet, ata bëjnë një gabim që duhet ta rishqyrtojnë. Nuk ka asnjë lidhje, asnjë deklaratë, se s'mund të më citoj kush një deklaratë të tyre. Më thoni ju mu një deklaratë që ata kanë bërë. Jo. Ata, më falë. Jo, asnjë deklaratë s'kanë bërë ata. Nuk kam unë një deklaratë për të cilën të them se ata nuk më pëlqen kjo. Çdo njeri është i lirë të bëjë çdo deklaratë që don. Nuk ka këtu, liria mendimit është e garantuar. Por qëndrimet janë qëndrime. Qëndrimet janë qëndrime. Në qoftë se ti në fushatë elektorale në betejë, besimin që ta dha sekretar politik Dege e përdor si dashsura, atëherë ti e përjashton vetën nga partia dhe nga organet. Qofse punon për kandidat e Partisë Socialiste dhe jo për kandidat e Partisë Demokratike duke majtë postin që ke, ti ke majtur një qëndrim që ke nxjerrë veten vetë jashtë partije. Cilin kandidat të Partisë Socialiste kanë mbështetur? Pa, këto, një minutë, do vim në aty. Këto, spari. Së dyti, në qoftë se ti je në këshill, dhe shko njërë në 6 muaj sa për të marrë ato lekë, nuk shko në mbledhjet e këshillit, për të mbrojtur interesat e qytetarëve, ti tradhton dhe shkelmon ata që të kanë votuar, apo së shu. Në qoftë se ti je në këshill, dhe përdor pushtetin si këshilltar për të asfaltuar apo për të përfituar favore personale, nuk është ky pse të kanë votuar qytetarët e Durrësit. Jo. Qytetarët e Durrësit kanë votuar ty për të mbrojtur interesat e tyre, jo për të zgjidhur çështjet tua personale. Ndaj dhe këta, asnjë prej tyre, nuk këta të dy, nuk kanë asnjë lidhje me fjalë apo mendime. Kanë lidhje me veprime dhe vetëm veprime. Dhe në mënyrë absolute, çdo bashkëpunim me Partinë Socialiste dhe me qeverinë do të ndahet. Përfundimisht, ka ikur koha që ato kohra kanë marrë fund për Partinë Demokratike, kanë marrë fund. Njëre mirë. Kështu që s'ka asnjë lidhje me ato që thoni ju. Le ta lidhin kush doj. Ka një statut që është zbatuar plotësisht për të gjitha. Është procedurë e Degës që ka kërkuar qendrës dhe qendra ka marrë qëndrimin e saj për qëndrimet e tyre, jo fjalët e tyre. Nuk mund të dënohet kush për mendimin dhe fjalën. Ja çdo lloj. Apo që se për fushat për socialistët.
qofse përdor pushtetin për qëllime personale, pastaj jo nuk shkon ajo. Se edhe njëra kam këtu tek Jugu, jo kam thënë rastin unë. Është nën kryetare e bashkisë në Tropoj. Ajo ka ndërtuar një urë në një prue afër shtëpisë vet. Ajo hyn dhe del është në gjykatë, sot gjykohet. E ka çuar Partia Demokratike atë për gjykim. Ka përdor pushtetin për interesa personale. Nuk mund të kemi dy standarde ne. Ja. Kjo është shumë thjesht. Ndaj dhe asnjë variant tjetër nuk është. Megjithatë, kjo parti ka institucionet e veta, është e hapur, ata kanë të drejtë të ankohen e tjerë me radhë. Por nuk ndëshkohet kush për fjalën dhe mendimin. Jo. Nuk ka asnjë lloj, asnjë gjë të tillë, nuk mund të ketë. Tani këto do t'ja u jepni mediave me digital, t'ja u çonin, se janë dokumentat e këtyre të Manchester Agasis